Surja El Mulk, Medinase, 30 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Qoft i lartësuar ai, në dorën e të cilit është pushteti suprem dhe që është i fuqishëm të bëj çdo gjë. Ai i ka krijuar jetën dhe vdekjen për t'ju provuar se kush prej jush do të veprojë më mirë. Ai është i plot fuqishmi dhe falësi i madh. Ai ka krijuar 7 qiej, njërin mbi tjetrin. Nuk mund të jesh në krijimin e të gjithë mëshirshmit kur far ceni. Hidhe vështrimin. A sheh ndonjë plasaritje? Pastaj hidhe sërish vështrimin. Sytë tu do të kthehen të lodhur e të molisur. Ne ju a kemi zbukuruar qiellin më të afërm me yje të shkëlqyeshme dhe i kemi bërë ato si predha për të larguar djajt, për të cilët kemi përgatitur dënimin me zjarr. Kurse për ata që e mohojnë Zotin e tyre, dënimi është xhehenemi, e sa i shëmtuar është ai vend banim. Kur të hidhen aty, do të dëgjojnë ulërimën e tij, ndërkohë që ai vlon, gati për të shpërthyer me furi. Sa herë që aty të hidhet ndonjë grup, rojtarët e tij do t'i pyesin ata: a nuk ju erdhi ndonjë paralajmërues? Po, do të përgjigjen ata: na kanë ardhur vërtet paralajmërues, por ne i quajtëm ata gënjeshtar dhe tham: Allahu nuk ka shpallur asgjë. Ju jeni në një humbje të madhe. Ata do të thonë: sikur të kishim dëgjuar ose menduar, nuk do të ishim midis banorëve të zjarrit flakërues. Kështu ata do ta pranojnë gjunahun e tyre. Larg qofshin prej mëshirës së Zotit banorët e zjarrit flakërues. Vërtet, për ata që i friksohen Zotit të tyre pa e parë atë, do të ketë falje dhe shpërblim të madh. Sido që të flisni ju, fshehtas apo haptas, ai e di mirë çka në zemrat tuaja. E si të mos di ai që ka krijuar gjithçka, kur ai njeh çdo gjë me imtësi dhe është i gjithë informuari. Ai ju a ka bërë tokën të përdorshme. Andaj, ecni në përviset e saj dhe ushqehuni me atë që ju ka dhënë ai. Si të ringjalleni, do të ktheheni tek ai. A jeni të sigurt se kush është në qiell nuk do ta bëj tokën t'ju kapërdij kur të filloj të dridhet papritmas? A jeni të sigurt se kush është në qiell nuk do t'ju çojë furtunë gurësh? Atëherë do ta dini sa i frikshëm është paralajmërimi im. Edhe ata që ishin para jush i quajtën gënjeshtar të dërguarit e tyre. E sa i ashpër ka qenë dëshkimi im. A nuk i shohin shpendët mbi kokat e tyre, se si i hapin dhe i mbledhin krahët? Askush nuk i mban ata, përveç të gjithë mëshirshmit. Ai me të vërtet sheh çdo gjë. Kush është ai që mund t'ju ndihmojë si një ushtri e tërë, përveç të gjithë mëshirshmit? Mohuesit janë pre e mashtrimit të shejtanit. Kush janë ata që do t'ju japin mjete jetese, në qoftë se ai ju andalon ato? Por ata janë zhytur në kryen e çësi e mendja madhësi. A është më mirë ai që shkon rrëshqanas e kokë ulur, apo ai që ecën ballë lart në rrugën e drejtë? Thua ju, është ai që ju ka krijuar dhe ju ka dhënë dëgjimin, shikimin dhe zemrat, e megjithatë ju pak e falenderoni. Thua ju, është ai që ju ka shpërndar nëpër tokë dhe para tij do të tuboheni. Ata thonë: atëherë, kur do të vi ky premtim, nëse thoni të vërtetën? Thua ju,
Dienia për këtë i përket vetëm Allahut, kurse unë jam vetëm një paralajmërues i qartë. Kur të shohin dënimin përse afërmi, fytyrat e atyre që mohuan do të zymtohen dhe atëherë do të thuhet: ja, kjo është ajo që e keni kërkuar të shpejtohej. Thuaj, mendoni, në qoftë se Allahu më shkatëron mua dhe ndjekësit e mi, apo na mëshiron, kush është ai që do t'i mbroj jo besimtarët nga dënimi i padurueshëm? Thuaj, ai është i gjithmëshirshmi. Ne atë besojmë dhe tek ai mbështetemi, e ju sigurisht do ta merrni vesh se kush do të jetë në humbje të plot. Thuaj, mendoni, nëse ujërat tuaja ju shteren, kush përveç Allahut do t'ju sjell ujë rrjedhës?